Emma ba'd. Hamdi falënderimi të konë Allahu Dhul Gjelal, atë falënderëm dhe për ti falin dim rahmet, bereqet, mëshirë të falë, salavatët dhe selamet, ja për cilin të zjedhurit të Zotit Muhammed Mustafa sallallahu wasallam, familjes e ditë të pastë, shokëve të tij fisnik dhe mbitit, ata besimtarë të cilët e ndoqin e ndjekin, dhe inshallah do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Rreth të parë jam shumë i nderuar, i respektuar që jam në mesin e juaj, për nuk më kujtohesh ai vitin e kaluar apo dy vite përpara, por më së ndej hoxha shumë mirë gori që ma rikujtoj. Më lejoni që një herë që falenderoj të gjithëve për prezencën e juaj. Kjo flet shumë për neve, me që ne kur mundohemi bëjmë diçka dhe kur shohim se ka ku vlerësohet edhe neve kemi motiv që do të si zhullar më të riqen e të ardhmen bëjmë edhe më shumë. Lejoni që të falenderoj edhe hoxhën e nderuar që nuk na haron gjithë neve si zhullar të ri, me thonë na jep mundësi që me disa fjalë të drejtohemi juve. Mbi gjithash me lejoni që t'ju falenderoj juve që vazhdimisht shirini hoxhës pra dhe ruani këtë traditë, do ta kisha quajtur një zakon i mirë, ndoshta ndër vite, nuk e di, ndoshta edhe me dekada, që në mektebin e xhamisë Muharremçe për çdo dimër organizohen ligjërata të rregullta që është për ta përshëndetur Allahu inshallah që shpërblet gjithë bashkërisht. Sot këtu pari kemi padyshim përveç hoxhës së nderuar edhe hoxhallar të tjerë. E kam kolegun tim këtu pari dhe shokun tim të studimeve Amar Efendiu. Nga në majtë këtu kam kënduesin e disa jetëve nga Kurani Fisnik të nderuarin Furkan Efendi Ceka, i cili besoj se na kënaqi gjithëve, së bashku me kolegun tonë nga Miftinia e Tetovës, dhënësit e muezinit e xhamisë Muharremçe Yunus Efendi Tahi. Do shta mos ka ndonjë hoxh tjetër, unë ju kërkoj ndjes, se mund të ketë ndonjë nga ata të cilët nuk i njohin. Shifni, ne këtu nuk kemi ardhur që juve t'ju tregojmë gjëra të cilat nuk i keni dëgjuar asnjëherë më parë. Kuptohet se në dinin e Zotit ka disa gjëra që nuk ndryshojnë asnjëherë, janë po të njëjta. Nga sa Allahu Dhul Gjelal ashtu që nga krijimi i Ademit alayhis salatu wassalam dhe ne me të edhe krenohemi, me thonë e ka mbjellur dinin e pastër fen islame, ne nuk themi që feja islame siç pretendojnë të tjerët vjet nga Muhamedi, por rrjedh që nga njeriu i parë, nga Ademi alayhis salatu wassalam, e deri tek inshallah njeriu i fundit me profet të fundit Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. Edhe inshallah gjitha këto gjërat cilët do t'i themi do t'jenë vetëm një rikujtim i freskët për juve, inshallah do të shërbejnë në të ardhmen me që mbohet qefi se shoh këtu edhe plot të rinj, edhe besoj se do t'ju shërbejë kjo. Temat të cilat unë e kam përcaktuar që të flas këtu me juve, ndoshta dikush e ka parë, ndoshta dikush nuk e ka parë, ka të bëjë me metodat e edukimit profetik. Dhe me thënë, vetëm nga titulli më kupton se ne sot do të trajtojmë metodologjinë ose teknikat cilat i ka përdorur Muhammed Mustafaja për të mësuar shokët të cilët ka jetuar dhe gjeneratat e reja, dhe me thonë se si ata pranojnë islamin, ta pranojnë ndryshimin, nga se për ta ka qenë ndryshim, kemi sinqert, me thonë ata kanë kaluar nga besimi që kanë patur të parët e tyre, kalojnë në një besim të ri, se nuk është kollaj në sot një tabihat, një zakon, është shumë zamet, shumë rënd që ta ndrojmë me leje mo të ndryshosh atë besimin, atë bindjen tonë dhe të mbrenshme që e ke. Edhe se për kësaj ligjërati, inshallah ne do të mundohemi të jemi të shkurtër, por do të mundohemi që në këtë periudhë të cilën e kemi përpara t'ju japim disa mesazhe, do ta ndajmë në 3 pjesë. Pjesa e parë është rëndësia e fjalës, çfarë do të thotë fjalë, duke dhënë shpjegime islame, kuptohet? Tjetra është llojet e fjalës ose fjalimeve dhe e fundit është metodologjia praktike e mësimdhënies ose e lekturimit në këtë rast e mësimit nga ana e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Me thonë, ne pa më shumë burko do të kishemi drejt për drejt në temë, nga se njeriu për shembull për të prezantuar këtu para juve se mirin këtë rast patjetër duhet që të flet diçka, që njerëzit ta njohin. Edhe kur flasësh diçka ti ato gjëra i plasosh, i përcjellësh me fjalët e tu. Andaj dhe me thonë fjala është shumë e rëndësishme. Fjala ka qenë e rëndësishme edhe për profetin, ka qenë e rëndësishme edhe për profetët përpara tij, ne dim shumë raste komunikimet e profetëve me njerëzit e kohës me cilën kanë jetuar. Me thonë fjala është kyçe në jetën e njeriu. Fjala mund të jetë e ëmbël, mund të jetë e ashpër, mund të jetë fitimprurse, mund dikujt edhe të sjellë dëm, kuptohet. Por për cilën fjalë ne sot do të flasim për fjalën që Allahu Dhul Gjelal e përmend në Kur'an. Fjala e cila rezultatin e saj e ka të vërtetë. Me thonë fjala që gjithmonë dëshmon përcjell të vërtetë. Dhe kjo është tema të cilën ne sot do ta trajtojmë. Ka patur një cilësi të veçantë pejgamberi alayhis salatu wassalam nga gjithë ndoshta profetët e tjerë, dhe pse profetët e tjerë ka patur cilët janë njohur për elaborimin e bukur të fjalëve, kanë patur një bejan të qartë, me thënë komunikim të bukur,
kanë patur oratori, si thuhet në mesin e popullatës tonë, por pejgamberi Zotit është njohur si një profet i cili ka thënë, domethënë shumë gjëra, shumë kuptime me pak fjalë. Sot e dim këto xhollarë dhe mund edhe të tjerët nuk i njohin profesionet, sigurisht ka edhe të tjerë të cilët e dinë se sa zamet është sot diçka të madhe, ta përmbledhësh në diçka të vogël, ta përcjellësh në popull, edhe populli edhe të kupton, po bile edhe të nxjerr kuptime të tjera shtesë. E këtë mirësi, këtë cilësi e ka patur vetëm Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. E tash këtë cilësi pejgamberi Zotit e ka vendosur në shërbim të njerëzve. Ne gjithato, me që këtu jemi edhe përpara disa librave, jemi sigurt se këtu pas e pash edhe me thonë Buhariun, për leksionin e Buhariut të përkthyer në gjuhën shqipe, këtu mund të gjejmë plot nga kjo që them. Pejgamberi ka folur shkurt, po ka folur shumë qartë, me thonë dhe ka ngërthyer shumë kuptime. Jo, rastësisht është quajtur edhe si Jawami'ul Kalim, kështu është quajtur në gjuhën arabe, aftësia për të shprehur, domethënë me pak fjalë, por me shumë kuptim. Ajo që thash më herët, fjala mund të jetë hetse, mund të jetë ëmbël, por mund të jetë edhe e hidhur. Por cili është qëllimi i Kuranit fisnik? Qëllimi i Kuranit fisnik është që nëpërmjet fjalës, e cila fjalë patjetër të rezulton në të vërtetë të komunikohet tek njerëzit, të përcillet tek njerëzit. Obligimi kujt është? Radhë të parë ka qenë obligimi Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, pastaj është obligim i atyre që e përcjellin emanetin e tij. Sot në këtë kohë që jetojmë ne, kemi ne xhollarë, ndoshta në përditshmërinë në punë, ata të cilët janë pak më fetar, e ndjejnë ndoshta obligimin e kësaj fjale, me thonë pak më shumë se sa të tjerët. Dhe kalojmë te pjesa tjetër, dhe me thonë fjala nëse nuk e ka rezultatin përfundimtar të vërtetën, atëherë është e pabarës. Në Islam është e kohë. Jo rastësisht Allahu Dhul Jalal në surën Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, cilat besimtarët walladhina hum anil lagwi mu'ridun, pasi që përmend ata të cilët janë kujdesshëm në namaz, përmend ata të cilët nuk flasin fjalë të kota, flasin vetëm fjalë të drejta, flasin vetëm të vërtetë. Me thonë Zoti lavdron këta njerëzit. Dhe nga ana tjetër, nuk kuptohet që i qorton njerëzit e tjerë të cilët mirën me fjalët e kota. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka patur një zakon, nga shumë zakonet e mira që ka patur, me thonë këtë na e tregon Aisha radhiyallahu anha, nona e besimtarëve, thotë se pejgamberi Zotit kur i shikte ndonjë person i cili mashtronte vazhdimisht ose tregonte ndonjë gënjeshtër, të distancohej nga ai deri në momentin që ai t'i binte pishman. Kur do t'i binte pishmanit, atëherë ja jepte mundësinë. Nëse nuk i binte pishmanit, atëherë nuk e jepte fare mundësinë që të afrohet me të. Këtë gjë e gjejmë edhe në mesin e popullatës tonë, apo kemi plot njerëz të cilët sot mashtrojnë, bile pa karakter, siç themi ne. Nuk kanë mas, me thonë mashtrojnë, gënjejnë, rena të ndryshme, e kjo nuk është pjesë e karakterit besimit të muslimanit. Andaj duhet ne të jemi nga ata të cilët, me thonë, flasim drejt, ashtu siç na ka porositur Allahu Dhul Jalal dhe pejgamberi i Zotit. Në këto mezhlise, si këto mezhlise të sotit, edhe vetë Muhammed Mustafa kur ka qëndruar me sahabë, i shfrytëzonte për të përcjell disa mesazhe. Dhe mesin e këtyre mesazheve pejgamberi i Zotit ju thonte, ruajani, është mirë për ju që të ruheni nga mëkatet e mëdha. Edhe ka përmendur shirkun e kështu me radhë, ne dimë mëkatet e mëdha, mosbindja ndaj prindërve, kështu me radhë, dhe në fund çohet pejgamberi i Zotit dhe kur vinte dera kthehet dhe ju thotë, dëgjoni me kujdes sot, edhe të gënjesh edhe të dëshmosh rënshëm është mëkat i madh. Sot në gjuhën diplomatike, e dini shumë mirë ata cilët e ndjekin politikën, bile edhe ne cilët punojmë në për institucione gjithë e përmendim këtë gjë, themi vendoja vesh njëri kur del nga dera, çfarë thotë. Sa ajo është shumë e rëndësishme. Dhe kur del nga dera dhe pejgamberi e shfrytëzoi këtë që t'ju ngel në kujtime sahabëve, dhe me thonë në kalimti, në të larguarit, pejgamberi i Zotit u përcolli edhe këtë mesazh të dini se kush gënjen, kush mashtron, ka bërë gjuna të madh. Kjo është sa i përket pjesës së parë, dhe me thonë çfarë është fjala dhe se si besimtarët janë të obliguar që me thonë ta përdorin fjalën vetëm me rezultat të vërteta. Me thonë dhe jo përfundën. Pjesa e dytë do të jetë llojet e fjalës të cilat përmenden në Kur'an ose mënyra se si ne do të flasim sipas Kur'anit, e cila ka qenë implementuar nga ana e pejgamberit të Zotit. Janë shumë shprehje të cilat Allahu Dhul Jalal në Kur'anin fisnik ne i përcjell. Unë do t'i përmendi vetëm disa nga të shumta me cilat ja kalon emanet pejgamberit të Zotit dhe masandej pejgamberi i Zotit ka kalon sahabëve edhe është përcjellur gjenerat pas gjenerata deri më sot. Fjala e parë e cila përmendet në Kur'anin fisnik, një prej ajeteve që shumë xhollar muslim krejt varësisht prej hutbes, e përmendi në hutbën e xumaz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Kjo është ajet kuranor. Jo, o ju që keni besuar, fiksojuni Zotin, mbështetuni në Allahun dhul xhelal dhe gjithmonë flitni të drejtë. Gjithmonë të flisni drejt. Mos të mashtoni. Kjo është një prej ajeteve që shumë shpesh xhollarët e lexojnë në hutbet e xhumas. Me thonë është obligimi joni që gjithnjë të flasim drejt. Dhe këtë e ka bërë pejgamberi i Zotit dhe është detyra jona që ta bëjmë edhe ne. Por tash ka një lloj komentimi apo dikush mund të thotë mirë hoxha, ne ka raste kur duhet të flasim drejt, mirë por rrethanat nuk na lejojnë. Me thonë imponohet që ta bëjmë të kundërta. Shihni, jo rastësisht në literaturën islame shumë shpesh përmendet edhe rasti i hidhërimit, se si njeriu kur hidhërohet, se si duhet të komunikohet me ta. Ose në rasti kur dikujt i ka ndodhur diçka, se si duhet të kumtohet, të përcjellet lajmi, me thonë informacioni. Muslimani ka për obligim të drejtën ta flet si duhet. Jo çdo herë drejta, të flasish të vërtetën e kam fjalën, është i biesh drejt. Ndonjëherë muslimani duhet që të shef edhe rrethanat dhe varësisht për rrethanave të gjejë rrugë se si duhet të arrijë tek ajo e vërtetë. Nëse një nënë e cila Zoti na ruaj të ka humbur djalin e vet, i thuhet i përcjellet lajmi nga ndonjë ndeshje, nga ndonjë rast tragjik që ka ndodhur, drejt e për drejt, çfarë do të ndodh me të? Rrezikojmë që të na ndodhë edhe një rast tjetër tragjik. Prandaj ne duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm se si përcjellen të drejtat. Vetëm e mora si shembull nga e gjithë jeta jonë e përgjithshme. Do me thonë, ne duhet të kalkulojmë, të matim fjalët tona se si duhet t'u përcjellim të tjerë. Fjala tjetër që përmendet në Kuranin fisnik përveç qawlen sedida, përmendet edhe fjala qawli ahsen. Kjo më njëherë xhollarëve do t'ju shkoj ndërmend se ku përmendet. Thotë Zoti kur thuaj robërve të mi, ata që e duan Islamin dhe i thuan vetes besimtar, që të flasin gjithmonë atë që është më mirë. Nga gjithë mundësia e vet që kanë të flasin atë që është më mirë. Po edhe ne e dim parimet e Kuranit, edhe në thirrjen davet që thonë ne xhollarët bëjmë davet, i thrasin popullin në rrugën e Zotit. Si është ajeti kuranor? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Thirr në rrugën e Zotit me çfarë? Me urtësi. Çfarë do të thotë me urtësi? Të kesh dituri pas vete, të jesh i pasuruar me njohuri fetare, wal hikmat bil hikmati wal maw'izati al hasana. Dhe në mënyrën më të mirë të mundshme, me këshillat më të mirë që mund t'i gjej besimtari. Dhe pasandej vazhdon wajadilhum billati hiya ahsan. Edhe nëse përballesh me njerëz të cilët do të debatojnë me ti, nuk do të pajtohen me ti, çfarë është detyra jote? Detyra jote është që ti edhe me ta të komunikosh mirë, edhe me ta të këshillosh në formën e duhur. Kjo është, domethënë, qawli ahsan. Me njëherë pas kësaj Allahu xhelal Kurani fisnik e përmend edhe qawli layyin. Kështu përmendet në Kuranin fisnik. Çfarë do të thotë? Fjala e butë, por me cilët, domethënë me kundërshtar. Me ata të cilët do të vinë të debatojnë, ose do të shajnë, do të kritikojnë. Ne sa dëgjojmë, sa raste dëgjojmë nga imami nderuar, Imam Abu Hanifa, të cilën ne përcjellim atë dhe ndjekim në jetën tonë të përditshme, me thonë sa raste ka kur njerëzit janë afruar dhe kanë ofenduar dhe ne i marrim shembujt e tij, butësia e tij, mënyra se si u ka përcjell mesazhet. Kjo është qawl layyin, domethënë. Në këtë formë Allahu dhul xhelal thotë qawlan layyina e përmendën në surën Taha kur kur Musa alayhi salatu wasalam u detyrua që të shkojë të përcjell mesazhin, u obliguan në këtë rast që t'ia përcjell mesazhin Firaunit nga ana e Zotit. Edhe çfarë i tha Zoti, kur shkosh të flasësh me të, flit butë, flit qartë, flit me sjellje. Nuk i tha shko me arrogancë, se unë të ri pas. Mund ta bënte Zoti, ne e dim, fuqia e Allahut është e madhe. Mirë, po çfarë tregoj? Tha kur të shkosh të flasësh me to, pavarësisht sa i nxehur mund të jetë, sa i nervozuar mund të jetë, ti prap flit butë me to. Me thonë, kjo është qawlan layyina. Dhe me thonë, ti je i butë edhe me kundërshtar. Do ta marr një rast konkret. Do ta marr një rast që më pëlqej me pash një video mbron, ndoshta njihni këtë tashmë sezon me emër, po është një analizë nga Shqipëria, por do ta marr rastin e kundërt, do të thonë ta marr personin tjetër që ishte aty. Nuk dua ta përmend, kështu që mos keq kuptoheni. Ishte hoxha i dashur nga Shqipëria Sabauddin Jashari me një gazetar, shumë më mirë le të themi, i cili është gazetar i njohur për represinë dhe kundërshtimet ndaj fesë islam. Dhe me thonë ai orientonte, drejtonte fjalë të shumta drejt hoxhës së nderuar, por mua çka më pëlqej mundosh të ta nxjerr nga vetë. Hoxha i nderuar u përgjigjej as në formë të bukur, me butësi, duke ja pamundësuar që përgjigjet e radhës të jenë të tilla. Nici më herë. Nëse kritikonte diçka, nga vetë përgjigjet e bukura, me ëmbëlsinë, me atë butësinë që përcjellte, ja vështirësonte që masandej pyetjet që do të vinin në radhë mos të ishin të njëjtë. Me thonë, ky do të jetë modeli
të cilët ne duhet patjetër që të përballemi me ata të cilët nuk pajtohen me ne. Në këtë rast nderuar vëllezër, Allahu Dhul Xhelal na sjell edhe rastin edhe punën e Muhamedit alayhis salam, misionin e tij, thotë në sajt të mëshirës së Allahut ti u solle butësisht me ta, me jo besimtarë, me mushrikinë. Thotë sikur të ishe i jashtër dhe i vrasht, ata padyshim se do të largoheshin prej teje. Sikur mos të ishe i butë, padyshim se ti nuk do t'i kishe këto që i ke pas vetë. Me thonë, kush ka qenë rezultati i misionit pejgamberit Zotit? Fjala e mirë, por e butë. Prandaj të nderuar vëllezër, pavarësisht situatave ne që përballemi në jetën e përditshme, do të kemi shumë situata të ndryshme, shumë problematika me njerëzit. Donjëherë, përmenda më herët, fjala ku nuk duhet të thuhet. Kemi donjëherë se cilat thuan unë e gjithë flas të vërtetë. Mirë vllai dashur, është mirë të flasësh të vërtetën. Po si e kupton ti të vërtetën? Të vërtetën drejtën mur, nuk është e vërtetë ajo. Është një thonjë shumë e bukur. Lumi nuk i ngjitet dot malit, kur i bie anash për të arritur në det. Edhe kjo është e vërtetë. Muslimani ka për obligim që t'i bie anash donjëherë për të arritur te e vërtetë. Dhe me thonë, si unë të Musaj, i thot Firaunit, unë ka marrë të përcjell mesazhin e Zotit dhe përfundon misionin këtu, mund të. Por ishte urdhresa e Zotit që ai të përdor rrugë të tjera për ta bindur. Masandej ishte vullneti i Zotit ta u bind apo nuk u bind. Me thonë, ne kemi për detyrë që të gjejmë rrugë, dhe jo gjithnjë të mbrohemi pas të vërtetës, pas të drejtës e drejtën mur, si thonë. Duhet patjetër që të gjejmë mekanizma e inshallah të arrijmë ne tek ajo që me të vërtetë dëshiron Zoti, se muslimani duhet të jetë i mençur dhe inteligjent. Masandej vjen qauli beligh. Qauli beligh nuk kupton fjala prekëse për hipokritët ose zemrat e mbyllura. Kemi plot i përmenda pak më herë dhe shumë të tjerë. Qauli beligh duhet njeriu ta përdor, me thonë ta mendoj pak më fort kur debatohet. Nuk guxon njeriu gjithë të flasë, duhet pak mendoj. Duhet të jetë pak më i ngadalë. Me thonë që ti deportojnë në zemër edhe atij tjetrit i cili nuk e don fenë e Zotit. Të gjej mekanizma, të gjej teknika, ta shoh ku e ka pikën më të dobët, atje ti shkojnë, domethënë. Edhe Zoti thot në Kur'an, në surën Nisa, thuaju atyre kundërshtarëve fjalë që i prekin në zemër, diçka që i randon në një pikë të dobët, çdo kush e ka. Është detyra e muslimanit në këtë formë të veprojë. Masandej Allahu Dhul Xhelal e përmend qauli kerim. Qauli kerim kur përdoret më shumë përdoret në raport me prindërit. Wala taqul lahumā uff. Wa qul lahumā qawlan karima. Mos ju thoj atyre asof, po thuaju atyre dhe me thonë fjalë të dashura, fisnike, të respektuara. Kështu fjalë kërkon Zoti, kështu raport kërkon Allahu Dhul Xhelal, dhe me thonë që ne me prindërit tanë. Do ta përmendi një rast këtu pari, ndoshta në surën Luqman është përmendet e raportit që duhet, me thonë respektin që duhet ta ketë këtë rast. Përmendet rasti i Luqmanit, i cili këshillon evladin e vet, po ajeti 13 ose 14 mos gabofsha, e përmendën Allahu Dhul Xhelal wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Thot Allahu Dhul Xhelal dhe ne ja lam emanet, e këshilluam njeriu, ne udhëzuam njeriu, ja lam detyrë, obligim njeriu që ai domethënë të jetë i kujdesshëm me dy prindërit e vet. Ti respektoj dy prindërit e vet. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين يعني اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Edhe përmend rastin e nanës tonë. Thot nga se nana e vet do të barti në barkun e saj për 9 muaj. Thot masandej, mbasi që nxori në dunja, vullneti i Zotit, thot u përkujdes për 2 vjet që ta ushqej me gjë. Masandej thot pas kësaj, ju do të jeni mirënjohës ndaj meje rreth të parë, paralel me mua të jeni mirënjohës ndaj prindërve të tu. Por Imam Nesefiu rahimahullah thot, e ka sjellur Zoti shembullin e nënës këtu për t'ja rikujtuar njeriu një herë se çfarë sakrifice të mëdha bën nëna, se sot ne kiti shohim. Shumica ndoshta për neve këtu jemi edhe prindër. Edhe i shohim vetë sakrificën e gruas, së nënës që ka pat me neve, aty e shohim. Do të thonë, Zoti e ka sjellur shembullin konkret që ta bëjmë me dije se sa rënd ka qenë derisa të dalësh dynja, masandej derisa ta marrësh veten, po derisa prindi kur kiçet masandej me anën financiare suportive, babai, kështu më radh deri të dritë, e kthehet e vladi me mos respekt ndaj nënës së vet. Vazhdon ajeti i radhës të nderuar, përmend Allahu Dhul Xhelal këto dy prindëri paralel dhe thot edhe nëse ata dy prindërit e juaj thot tregohen të pa bindur ndaj meje, nuk më binden mua, nuk duan që të jenë nga besimtarët, thot
mos ju bint atyre në çështjet e kësaj, mos ju bint atyre thot në atë që të thrasin. Nëse thrasin, largohu prej meje, mos ju bint atyre. Mirë po thot në çështjet e kësaj bote, tregohu me kuptues me njohës. Prapë se prapë, nëse ka nevojë, prapë se prapë t'jesh aty. Po baba është jo musliman, po jo musliman le tjetë. Është emaneti joti që të kujdesesh për të deri në frimën e fundit. Kjo është qaulen kerima. Dhe me thonë, gjithmonë që thuash atyre fjalë të mira, ku ngrohesh zemrën e kështu me radhë. Qauli meysura është fjala e lehtë ngushëlluese për cilët, për nevojtarë. Allahu dhul xhelal në Kur'anin fisnik ja të rek vërejtje Muhammed Mustafa se dhe gjithë neve thot nëse raste e caktuara dikush nga ju nuk mund ta ndihmoj dikon, i ka trokitur në derë. Thot nuk e ke mundësi financiare, thot mos e largo. Por çfarë thot Zoti i Madhërisht? Paktën thuaj ju atyre fjalë të buta. Paktën drejtohu tek ta me fjalë të buta. Ne sot plot arrogancë gjejmë. Sot ka plot nevojtarë, nuk e dimë ne cila është prova e Zotit. Mos vallë na ka arritur në derën tonë. E ne tregohemi, domethënë, mos vidjoz ndaj begative të Zotit, se jo gjithë duhet ta kesh kuletrën boll. Shëndeti, begatitë e tjera, harmonia familjare janë risk në vetë, apo? Edhe për hir të këtij risku të sillu mirë me nevojtarë. Domethënë, qauli meysura, me thonë është detira që njeriu, pavarësisht se nevojtarë nuk është vetëm njeriu që vjen të ligj. Për kam fjalën financiarisht. Njeriu mund të vijë të këshillohet me diçka. Vile tek ne hoxhallarët kanë njerëz që vinë kërkojnë këshilla të ndryshme. Është detira jone edhe kur nuk është për të hoxhë, çfarë ti bën njeri? Ti thon marrë. Flasin fjalë të cilat nuk na takojnë neve, jo. Është detira jone edhe çdo profesionisti në fushën e vet të thot i dashur vëlla, ti nuk je për mua shko tek filan. Udhzoj, ndihmo. Kjo është qauli meysur. Qauli ma'ruf. Do të thonë fjala e matur për provokuesin. Edhe e ka lënë Ebu Bekri radiallahu anhu një fjalë të bukur, qauli ma'ruf, kështu e kuptoj unë për vete, thot të dish çfarë thua, ku e thua dhe kujt e thua. Do të thonë, ti jesh në kontroll të plot të vetes tënde. Sot ta di se unë kam ardhur në mektepin e xhamisë Muarrenshe. Të di çfarë duhet të them këtu përpara juve, të jem normal, i përmbajtur se ka gjëra të cilat në disa mezhlisë thuhen, në disa nuk thuhen, apo. Do të thonë kjo është që të dish çfarë thua, ku e thua dhe kujt i thua. Gjithmonë këtë tipar paketë secili për vete, më besoni se rezultatet do të jenë mahnitse. E ka pyetur Muadhi radiallahu anhu pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam sa do të japim llogari për fjalët ja Rasulullah, për fjalët që i thënë. Edhe i thot Muhammed Mustafaja, çka i zvarrit njerëzit me fytyrë për tokë në xhenem, përveç fjalëve që gjuhët e tyre i thon. Do të thonë, thuaj se 90% i punës që do të na çojnë në xhenet ose në xhenem do të jenë fjalët tona. Andaj duhet të mbajmë shumë kusur me fjalët që themi. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Thash, o të vërtetën o të pavërtetën, nuk ka zgjidhje të tre. Kto janë fjalët që Allahu dhul xhelal, Kurani fisnik i ka zbritur dhe kërkon që ne me fjalë dhe me dhënë t'i plasojmë tek njerëzit që janë fjalët e drejta. Ose fjalët e dynjas që nuk i bëjnë dom as kujt, por na sjellin beneficione. Kretë e kundërta e kësaj, dhe me thonë janë fjalët e pavërteta. Dhe se i përket kësaj pjesë të dytë, unë do ta mbylli vetëm me këtë gjë, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, këtë e keni dëgjuar të gjithë. Ose fol mirë ose më mirë mos fol fare. Fol mirë ose hesh. Këtë e kemi dëgjuar hadithin e shkollës. Dhe kjo është parimi i cilën ne do ta mbyllim, do ta përmbyllim këtë fjalë. Ose të flasim mirë, ose kur e shohim se fjalët tona mund bëjnë shkaktojnë dëme më shumë, vallahi më mirë mos flas. Ose jemi në një mezhlis kur mund të flet në njëri shma hakikat për atë punë, më mirë mos flas. Më mirë mos flasim se të flasim gjëra për të cilat nesër do të bëhemi pishman dhe do të mbajmë llogari. Edhe kalojmë te pjesa e fundit, do të thonë metoda praktike të edukimit profetik, se si pejgamberi i Zotit, referohemi pejgamberi i Allahut, është reflektimi i Kuranit fisnik, do të thonë e menaxhonte mesazhin islam në praktik. E para është raporti ose metoda në raport me çështjet e ndjeshme dhe delikate. Do të thonë respekt në raport me çështjet e ndjeshme dhe delikate. Çfarë duhet përmendim këtu? Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam kur kanë ardhur në fjalë se gjërat të cilat ndoshta janë pak më individuale, janë pak më personale, nuk duhet t'i merr vesh gjithkush, apo pejgamberi i Zotit ka përdorur këtë metodë. Gjithnjë ka përmendur ajetin kuranor, Allahu nuk turpërohet që t'ua thotë juve të vërtetë. Do thonë me këtë ka filluar. Dhe po të njëjtën u ka mësuar edhe sahabët. Do thonë Allahu nuk turpërohet, nuk duhet të turpërohemi as ne që njerëzve t'ua themi të vërtetë.
E folëm se si duhet tonë e vërteta, po prapë do shëtë dhe përmendim me kalimin e kohës. Për shembull, pejgamberi e përdorte këtë në fillim. Mirë po, nëse ndodhte me një mezhlis të rinj, edhe ata kishin ndonjë pyetje pak më specifike, më personale. Pejgamberi kur donte që t'ua shpjegonte këta pyetje, dini çfarë thoshte? Kështu, shifin, kjo është edukata e Muhammed Mustafa. Jo rastisht temi që ka qenë mësuesi më i mirë i gjitha kohëra. Thot e vërtet është se unë jam në gradën e baballarëve tuaj. Thot unë ju edukoj një që ju edukojnë ata juve. Ju këshilloj një që ju këshillojnë ata juve dhe ju mësoj për njohuri të cilat ju keni nevojë. Keni ardhur te unë, kërkoni këshillën time, unë do t'ju mësoj, dhe me thonë për mësimet që mendoj unë se ju keni nevojë për ato dhe masandej për shembull ka një të shpjegoj një çështje për buzdi ose për diçka që sipas fesë tame, dhe me thonë duhet t'ju shpjegoj të rinjve dhe nga ana e gjendjes femrore të reja. Ka qenë praktike pejgamberit të Zotit që vlen të dihem këto, se pejgamberi Allahut e ka preferuar që përgjigjet, dhe me thonë pyetjet të cilat kanë qenë personale për gjini mashkullore, që shpjegohen vetëm në prezencë të meshkujt. Pyetjet dhe përgjigjet që janë, do me thonë personale për gjinin femrore, gjithnjë po përcjellin gratë e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Do thonë ky është praktike pejgamberit Zotit. Pyetjet, përgjigjet që ishin personale për gratë, pejgamberi Zotit i përdorte si ndërmjetësues i gratëve. Po ka patur raste kur i kanë ardhur profetit drejt e vërtet, po. Por çfarë bonte profeti Allahut? Ai binte drejt, profeti Zotit fliste sipërfaqësisht dhe përdorte, do me thonë gratë, i thonë të shkoni te gratë e mia filan, gruaja ime do t'ua jep përgjigjen në pika të detajuara, unë do t'ju jap një shpjegim vetëm sipërfaqësor. Kjo ka qenë edukatet që ka përdorur pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka patur raste të tilla vezër kur njerëzit me thonë kanë shprehur pyetje, ose pejgamberi ka parë pakujdesi, për shembull të shohim një dikon këtu se nuk është diçka në rregull, pejgamberi Zotit asnjëherë nuk i ka drejtuar gishta skurt. Ti thot ti o filan, ti o fallar. E kam për qëllim ta nënshmoj dikën. Po çfarë ka përdorur? Ka përdorur taktikën, dhe me thonë ka folur çështjen si të përgjithshme. Kjo ka qenë metoda e cilën e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në raste të ndryshme që me thonë kanë rastisur në jetën e tij, do t'ua përmendim një rast se sa i kujdesshëm ka qenë, kishin ngrënë një darkë bashkë me shokët e vet, me sahabët pejgamberit Zotit, në cilin darkë kishte patur mish dere. Edhe në këtë darkë, masandej masi që të e ngrënë darkën, tash njënit i shprish abdesin, tash mos i më the. Edhe në këtë pjesë pejgamberi Zotit e kishte parë, po ndoshta edhe dikush tjetër e kishte parë. Dhe vjen puna që të falet namazi akşam. Çfarë bën profeti Zotit? Ati thot o filan, shko merr abdes edhe ktheu ta falim akşam. Po pejgamberi Zotit thot të gjithë ju që keni ngrënë mishdeve, çohuni merrni abdes dhe do ta falim namazin akşam. Kjo është edukata. Pse? Që mos ta etiketon, mos ta bëj që të ndjetin në shmuar. Jo se ai e kishte kërkuar këtë gjë. Po është vetë dituria, vetë metoda kuranore që reflektohen nëpërmjet Muhamedit alayhis salatu wassalam, dhe me thonë në edukimin e njerëzve. Po kish patur njerëz të cilët e kishin vërejtur këtë gjë, kupton. Ajo që dua t'ju them të ndalen në këtë pjesë, vetëm kështu për kureshin, inshallah nuk na keq kuptohet kjo pjesë. Për shembull në hadithet e pejgamberit gjejmë shumë raste kështu, tekstualisht po ta marrim një pjesë të shkputur, thot profeti të gjithë ju që keni ngrënë mish deve, shkoni merrni abdes. Tash po të him te hadithi. A mund të nxjerrim këtu një dispozit të fikut, mund të nxjerrim si nxjerrim një pjesë e madhe e shoqërisë. Ata të cilët e marrin fen abstrakt me të lexuar hadith. Ne sugjerojmë njerëzve gjithë, kur të lexoni hadith ose të lexoni fjalën e Zotit, librin e Allahut, të merrni komentimet e shuara të ulemave më të mëdhenj. Nga sa atyre Zoti ju ka dhënë hikmetin, udhësinë që ti kuptojnë fjalët e Allahut më mirë se ne, ose fjalët e pejgamberit më mirë se ne. Po e morët këtë pjesë. Çdo kush që ka hëngur mish deve, shkoni mirë abdes. Çfarë nuk kuptohet me këtë? Se çdo herë njeriu kur han mish deve duhet merr abdes, apo? Po nuk kuptohet hadithi në këtë formë. Në shumë raste njerëzit kështu i të shkuptojnë gjërat vetëm kështu për informacion, u thash, edhe masandej dalin gabime, dalin interpretime të ndryshme edhe shohin shumë islame në përballë. Realisht Islami është një, me po duhet merret ashtu siç na ka përcjellur. Jo rastisht ne i ndjekim çtoj i tregojmë këto gjëra të cilat jo rastisht themi metoda e profetit. Nga se profeti na ka mësuar hap pas hapi si ta kuptojmë dinin e tij, edhe si ta kuptojmë realisht edhe hadithet sunetin e tij. Kjo është e përket pjesës respekti, dhe me thonë metoda në raport me çështje të ndjeshme dhe delikate. Dhe me thonë, një prej metodave të pejgamberit alayhis salatu wassalam në fjalimet e njerëzve, me thonë,
mësimin e njerëzve, në edukimin e njerëzve ka qenë edhe tregimi i ngjarjeve, storytelling i thuan anglisht. Dhe me thonë të tregosh ngjarje nga popull që ka jetuar më herë. Njëtë si gjishëri tanë që na tregojnë ngjarje neve nga popull që nga rastet e ndryshme që kanë përjetuar vetë ato. Me thonë, edhe pejgamberi i Zotit për shembull e ka marrur një herë një rast, të tregojë njerëzve, t'ua zhvilloj imagjinatën. Ka qenë qëllim. Me thonë, njerëzve ju ka treguar se si benu Israelit, të bitë e Izraelit, ose si të thonë tash në flitet për ta, po për benu Israelit që i përmend Kurani fisnik, benu Israelit se si kishin filluar që t'i shtonin gabimin. Edhe përmend një njeri i cili kishte ardhur te njeri tjetër e kishte parë se nuk kishte duke bërë vepra të mira, hante diçka që nuk ishte haram, punonte diçka që nuk ishte halal, punonte diçka që nuk ishte halal, e kështu me radhë kur e kishte parë, kishte afruar, kishte thënë kjo nuk është puna e mirë. Me thonë është obligimi i jonë që ta tërheqin vërejtjen. Ditën tjetër au pa ky njeri jo. E dini pse? Se ky tjetër që ishte ulur, që hante haramin, kishte thënë ky tjetër feja me mua, ishin ulur bashkë, edhe dhe me thonë e kishin vazhduar haramin bashkë dhe kishin lënë punët e mira. Që dua t'ju them, nuk është qëllimi im pa tregoj si ka përfunduar rasti. Po dua t'ju tregoj të nderuar vëllezër se pejgamberi i Zotit ka përmendur raste të tilla që t'i shtin brenda në mësim, që ata të hapin mendjen, të krijojnë imagjinatën dhe masandej të fillojnë që të perceptojnë, të kuptojnë sendet më mirë, të jenë të kiqur në mësimet që ofronte pejgamberi i Zotit më mirë. Edhe ne mund ta përdorim këtë në raste të ndryshme, jo rastisht ju sjellim shembuj edhe fëmijëve, ju sjellim shembuj edhe gjeneratave të reja nga vetë historia islame, edhe pse kritikohemi ju xhollarë vetëm historinë na tregoni, po historia ne e dim shumë mirë se historia është mësimi më i mirë që mos bëhen gabimet në të ardhmen. Edhe jo rastësisht ne historinë e cila ka qenë e vërtet hak nga ana e Zotit që ka përcjellur mesazhin pejgamberit se ta marrim si histori të tillë, e kemi përbërë që çdo kush ta di për veten, ta di vladi i tij, familja e tij kështu me radhë, edhe histori të tjera të ngjashme të cilat mund t'i përdorim për ta motivuar veten edhe kështu me radhë. Tjetra është edukimi përmes humorit. Përderisa humori, do të thonë shakaja është me mas, humori është me mas. Mund të përdoren edhe kështu gjëra, edhe pse dëgjojmë sot jo nuk bën, jo është haram, neve Zoti na ka krijuar me emocione. Ka raste kur duhet të bëjmë edhe shaka, ka raste kur duhet të qeshim, po ka raste edhe kur jemi të mërzitur. Por çfarë është qëllimi? Humori jon që krijohet mos të ofendoj dikën. Mos preket dikush nga ai humor. Ky është qëllimi. Pejgamberi i Zotit për shembull kishte patur një rast që kishte ardhur një njeri i kishte thonë se dua që të marr në shërbim një prej deve që i keni këtu parë. Edhe i kishte thonë pejgamberi jep një anik të voglën e deves. Kur kishte dëgjuar pse të voglën, po mua e vogla ato të mbahet nuk do të mbahet. Pejgamberi i Zotit i thotë se e vogla e deves mund të jetë e madhe, mund të jetë, me thonë çdo deve ka një të vogël që nesër do të jetë dhe me thonë një deve e madhe, kështu me radhë, ishin disa lloj shakash, kështu që ka përdorur profeti, ose si e shakaja për shembull që përmendet shpesh në atë plakën e cila e kishte pyetur pejgamberin sa hyn plakat në xhenet, pejgamberi kishte thënë, jo, plakat nuk hyjnë në xhenet, dhe masandej kishte filluar të mërzitet profeti, kishte thënë nuk hyjnë, nga se në xhenet nuk ka pleqëri, dhe gjithë do të jenë të rinj dhe të rregullt. Me thonë kështu lloj shakash, ndoshta derisa nuk deportojnë në prishin e harmonisë, nuk e ofendojnë dikon, lejohen fetarisht, bile këto edhe e shtojnë edhe ambientin për të mësuar. E katra në radhë është mësimi ose metode kategorizimi me pika. E keni pa profeti Zotit shumë hadithe na e ka lënë në këtë formë. Për shembull thotë, vlerësoj 5 gjëra dhe vlerësoj 5 gjëra përpara 5 të tjerave. Ose thotë ja i keni këto disa pyetje, për shembull, të cilat i ka përmendur pejgamberi, masandej ju është përgjigjur aty. Për shembull, më thotë vlerësoj 5 gjëra, vlerësoj rinin përpara pleqërisë, apo vlerësoj shëndetin përpara sëmundjes e kështu me radhë. Me thonë, në këtë formë ose pyetjet të cilat janë bërë për kiametin, thotë pejgamberi i Allahut, ruheni, kur do dini përpara Zotit, do të pyetni, edhe fillon të rëndit, një nga një. Kjo është kategorizim. Do të pyetni se si e keni kaluar jetën, se çfarë keni bërë me diturinë e juaj, ose ku keni harxuar pasurinë e juaj, kështu me radhë. Do të thonë, në këtë formë pejgamberi ka përdorur për ta zhvilluar mësimin tek ata të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pranuar mësimet nga ai. E pesta është metoda hyrje e shkurtër, shpjegim i detajuar. Hyrje e shkurtër këtë ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë, në fillim e ngjall kurëshje, masandej jep përgjigje. E si ka funksionuar kjo? Ka thonë për shembull pejgamberi i Zotit, nuk ka njeri që vdes dhe nuk ndjen pishmallok. Tu qëndru kështu fare, si me mirësisht.
Edhe njerëzit me njerë kanë filluar të diskutojnë njëri me tjetër. Edhe ka pyetur njëri, ja Rasulullah, mund na elaborosh pak më shumë, çfarë do të thonë kjo? Pejgamberi i Zotit masadej ka filluar të thirr detaje. Ju thotë i miri pendohet se s'dori më shumë, i keqi bëhet pishman, se nuk e ka lënë të keqin e kështu me radhë. Domethënë, këtë lloj metode mund ta përdorim edhe ne, sot me familjet tona. Domethënë, ku shkon të shtëpia një fjalë të bukur që shkon kurreshje tek e vladët do të pyesin, do të japin shpjegime dhe kështu manifestohet ajo dituria të cilën duhet ta ketë çdo besimtar. E gjashta në radhë është bashkëbisedimi, pyetje-përgjigje. Me thonë këtë e ka bërë pejgamberi i Zotit dhe ku është, me thonë, shembulli më konkret, të gjithë e dim hadithin e Xhibrilit. Xhibrili kur erdhi në formën e njeriu pejgamberit i Zotit dhe filloi ta pyetjet ishin nga më të ndryshme, ta pyet për Islamin, për imanin, për ihsanin, për kiametin, e kështu me radhë dhe pejgamberi ato që i dinte përgjigje për ato që nuk dinte thonë të pyetës i din më shumë se i pyeturin. Me thonë, në këtë formë të nderuar, pejgamberi, me thonë, na e ka përcjellur se është një nga mënyrat, nga metodat të duhura që ne sot mund ta zhvillojmë historinë tonë. Në prani të fëmijëve mund burri me gruan ose baba me nënën të kultivojnë ose të bashkëbisedojnë në mënyrë që e vlladi të mësojë diçka. Dhe kështu edhe ka ndodhur. Meleku Xhibril me profetin komunikojnë, bashkëbisedojnë, ndërsa të tjerët që kanë qëndruar tipari kanë mësuar nga kjo. Kjo është metoda që ka përdorur pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Bile prej metodave, me thënë, të cilën e kanë praktikuar edhe gjenerata e ardhmë këtë rast edhe Ebu Hanifja, për shembull ka qenë metoda e bashkëbisedimit. Tregohet se si Ebu Hanifja ka zhvilluar një orë mësimore me nxënësit e vet, tash flas me gjuhën moderne, dhe me thënë e ka parashtruar, e ka përcjellur temën për cilën do diskutohen brenda në mezhlis dhe masandej i ka lënë vetë nxënësit që të komunikojnë dhe të bashkëbisedojnë. Dhe në fund janë përcjellur rezultatet përfundimtare. Ose ka pasur raste tjera edhe në formën e pyetjeve, me thonë i ka pyetur, masandej ka lënë që ato vetë të kontribuojnë në këtë drejtim, me thonë të japin përgjigje, edhe në qoftë se kanë patur gabim prapse prap, në fund kanë dalur me përgjigje përfundimtare kështu, ka funksionuar dhe me thonë edukimi në kohën e Imam Ebu Hanifes, me thonë mënyra e përcjelljes së mësimit të nxënësit e tij. Këto të fundit të dy vjeç shkurtë me këto do ta përfundojmë inshallah. Edhe metoda që sinojnë rritjen e inteligjencës. Me thonë, kështu metoda ka përdorur shumë pejgamberi i Zotit. Ka vendosur disa gjëra të cilat kanë qenë në formë të kuizeve. Për shembull Ibn Omeri radhiyallahu anhu, djali i Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, për shembull e përmend një rast se pejgamberi i Zotit na tregoi si një lloj pyetje, e cila pyetje ki shumë enigma, shumë gjëra të fshehta dhe tha kush do ta gjejë në fund. Thotë unë për vete e tisha, por nuk e thash nga turpi se kish njerëz më të mëdhenj aty, pastaj u bëra pishman, se nuk e tha askush, tamam. Me thonë, kështu gjëra pejgamberi e ka bërë në raste të caktuara, ka deshur që e ka testuar ose i ka stimuluar që të mendojnë pak më thellë sahabët në kohën e tij. Tjetra është metoda e përsëritjes. Metoda e përsëritjes, hoxha i nderuar Furkanin e lexoi këtu pari surën Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Zoti çfarë na sjell në surën Rahman? Na i sjell mënyrën e krijimit të gjërave, me thonë. Thotë krijova qiellin, krijova tokën, i përmend detrat, i përmend gjithçka, përmend njeriu. Me thonë, dhe çfarë thotë? Cilat mirat të Zotit tuaj ju i mohoni. Çfarë do të thonë kjo? Zoti në përmend kësaj, me thonë, zgjon interesin tek ne. Me thonë çfarë? I bie në mendje edhe atij që merret për shembull me astronomi, por edhe atij që merret me biologji, që të merret me studim dhe të gjejë Zotin nëpërmjet asaj. Dhe kjo është një formë edukimi. Metoda e përsëritjes. Disa herë Zot. E keni pa njerëzit shumë shpesh në hoxhallarë na thonë hoxha, ka mundësi sonte për të radhë me surën Ar-Rahman. Zgjon interes. Kjo është prej metodave kuranore që me thonë sinon tek ne të mbjell metodën e përsëritjes. Ose rasti i surës Mursalat. Surja Mursalat e përmend wailu yawma idhin lil mukaththibin. Për shembull, mirë mohuesit në atë ditë dhe këtu flet vetëm për xhenemin, këto pjesë, këto ajet. 10 herë përmendet. 31 herë përmendet فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, 10 herë përmendet kjo në surën Mursalat. Pse? Që bëj me dije njeri, boti njeri. Xhenemi është hak, është i vërtet. Zgjohu se me të vërtet do të vijë dita kur do ta shijosh. Me thonë kjo zgjon forma edukimi që njeriu ngrit vetdijen e vet. Dhe në fundit metoda ilustrative mund të shtim edhe demonstrimin edhe metodat të tjera që ka përmendur pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Ilustrative, për shembull, keni dëgjuar ato hadithe profeti i Zotit ka vizatuar një katror ose një rreth
dhe u ka bërë me dije me shkop këtu do të jenë xhenetlit, tu xhenemlit ose raste të ndryshme hadithe të përcjellura. Kjo tregon se profeti i Zotit ka përdorur metoda ilustrative ose ka marrë për shembull mëndafshin dorë dhe ju ka treguar ka hadithe të tilla, dhe ju ka treguar njerëzve se kjo o të ndershëm burra për ju është haram dhe ju të nderuara gra, motra për ju është halal. Me thonë, këto janë format ilustrative që janë të lejuara. Dhe çfarë na bëjnë këto neve sot? Na nxisin. Sot formë ilustrative është edhe kjo që kam unë përpara, apo? Tash ne çdo sen që ka ardhur me kohë dhe të cilën edhe ne duhet t'i bashkangjitemi në prodhimin e këtyre gjërave, patjetër se ne duhet t'i përdorim krejt, dhe se profeti na ka nxitur. Profeti na ka nxitur në forma të ndryshme, me thonë, gjithçka që ofron gova, në cilën jetojmë, ne duhet ta përdorim. Për shembull, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur ka desh të tregojë seriozitetin e tij përgjatë hutbeve, ndoshta në raste lufte ose në raste specifike, e ka ngritur zërin, është skuqur ka fytyra. Me thonë, nëpërmjet kësaj forme i ka edukuar njerëzit. Me thonë, kur është serioze, do të jetë serioze. Ose ka patur raste kur e ka këshilluar dikon dhe ka patur për zemre, ka desh t'ja bëjë me dije se të kam për zemre, për shembull, ja ka venduar dorën në shpatur, ose kur ja ka dhënë dorën, ja ka dhënë në një formë të bukur e kështu me radhë, me thonë, kanë qenë gjitha këto metoda edukimi, këto që i përmendëm dhe ato që ndoshta i kemi lënë anash, nga se nuk dua që të zgjatem më tepër. Besoj se kjo do t'ju shërbejë juve padyshim. Unë do ta përfundoj me një përfundim që kam shkruar këtu përpara juve se përket kësaj ligjërate, këtë si ta mbani mend, nuk ka nevojë asgjë më shumë për juve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ishte thjesht një pejgamber për cilës lajmi, por një edukator i përsosur. Fjala e tij ishte e vërtet, e butë, e matur, herë me humor e herë me tregim, por gjithmonë qëllimi që të gjallërojë zemrat e muslimanëve. Lutja jonë është që Allahu na dhurojë një gjuhë që flet drejt, butë dhe që edukon me dashuri, duke ndjekur shembullin e mësuesit tonë të dashur, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti na bëf shembull më të mirë, edukator, hajrit inshallah për familjet tona, për shoqërinë tonë, na bëf të dobishëm kudo që jemi edhe një herë në fund. Ju falenderoj të gjithëve për ndëgjimin, për sabrin, durimin që treguat. Allahu ju shpërblet të xhavali, falënderi që më bëhet edhe një pjesë të këtij programi kaq të bukur.